Dritëza e jetës. Na ishte një herë, shumë vite më parë, një çift të moshuarish, të cilët ishin shumë të varfër, por shumë punëtor. Plaku shkonte në pyll për të mbledhur bambu, ndërsa gruaja rinte tërë ditën duke thurur çanta dhe shporta, të cilat më pas I shiste në treg. Ata nuk kishin fëmijë, dhe kjo ishte një gjë që I trishtonte pa mas. Një ditë, plaku u nis për në mal dhe filloi që të priste degët e bambus. Pa pritur, I zun syt një pemë shumë të madhe që shkëlqente më shumë se të tjerat dhe që dukej si diamant. E preu me një herë dhe pa pritur, nga brënda trunkut të saj doli një krijese vockël. Ajo ishte një vajzë me një bukuri të jashtëzakonshme, por ishte aq e vogël sa mund ta mbaje në pëllëmp të dorës. Kishte flokë të gjatë dhe të zinj, 2 sy plot shkëlqim dhe 2 faqe ngjyrë roz. Ajo kishte veshur një fustan në ngjyrë të bardhë, të shëndisur me lule shumë gjyshe dhe dallëndyshe, dhe kishte një buzëqeshje që si ndahej gjithë kohës nga buza. Vajza ushtri në dorën e plakut dhe me një herë zuri gjumi. Plaku nuk po u besonte syve, por ndërkohë po fluturonte nga gëzimi. Ai e futi vajzën në çantë dhe u nis për në shtëpi. Kur ja tregoi gruas, ajo filloi duke qarë nga lumturia dhe me një herë mori shportën më të bukur dhe e zbukuroi me mbulesat më të mira që kishte, duke I përgatitur asaj një shtrat si të një princeshe. Vajza ushtri për të fjetur, ndërsa plaku me plakën dhe një gjithë natën duke e parë të lumturuar dhe duke thurur plane për të ardhmen e saj. Ata vendosën që ta quanin Dritës. Është emër I bukur. Jam I bindur që do të martohet me djalin e ndonjë mbreti, tha plaku. Dritëza ishte një vajzë e mbar dhe po rritej me shpejtësi. Aq shpejt sa brenda 3 muajsh ajo u bë një vajzë adoleshente bukuroshe. Kishte flokë të zinj që I arrinin deri në fund të shpinës, dhe fustani që mbante veshur që kur ishte e vogël, rritej bashkë me të dhe kishte të njëjtat ngjyra dhe të njëjtat figura. Dritëza e donte shumë mamin dhe babin e saj, që për hir të së vërtetës, po bëheshin gjithnjë më të pasur. Po si kishte ndodhur kjo? Pikërisht, në vendin ku kishte gjetur Dritëzën, plaku gjente çdo ditë një monedhë ari, dhe kështu, me këto para, ai kishte mundësi që t'i plotësonte çdo dëshirë vajzës së tij. Ndërkohë, djemt të shumt të fshatit shkonin që t'i kërkonin dorën babait të Dritëzës. Por plaku po priste që të vinte djali I ndonjë mbreti. Një ditë, në derën e tyre u shfaqën jo pak, por 5 princer. Por Dritëza, kur I pa, nuk donte që të martoj me asnjërin prej tyre, sepse dëshira e saj ishte që të jetonte me mamin dhe babin. Me qëllim që mos t'i ofendoni 5 princerit, plaku dhe Dritëza thurën një plan. Ata do t'i jepnin atyre sfida nga më të vështirat, me qëllim që ata të hiqnin dorë nga martesa. Vajza ime është e nderuar që të zgjedh për bashkëshort njërin prej jush, foli me shumë seriozitet plaku. Por që ajo të zgjedh njërin prej jush, ju duhet të kaloni nga një sfidë. Ti I pari do të zbresësh në detin e Orientit, ku ndodhet përbindëshi I detit, dhe do të këpusësh një gjethe nga pema e thesarit. Ti tjetri do t'i rëmbesh dragojit të detit 5 diamantët që mban në qafë. Ti do të më sjellësh guacka dallëndyshesh. Ti do të më sjellësh një penë të bërë nga krahët e erës. Dhe ti I fundit
do të më sjellësh një rrezë dielli për të farkëtuar unazën e martesës. Kush vjen i pari me objektin e dëshiruar, do të martohet me vajzën time. Kur plaku iku, 5 princerit pa njëri tjetrin në sy, sepse provat që duhet të bënin ishin të pamundura dhe shumë të vështira. 2 prej tyre u tërhoqën me një herë dhe u kthyen në mbretëritë e tyre, ndërsa 3 të tjerët vendosën që të provonin fatin e tyre. I pari mori një anije për të zhytur në thellësitë e oqeanit, por vetëm ideja e bëri që të tërhiqej dhe të kthehej në shtëpi. Princi i dytë i premtoi shërbëtorëve të tij shumë para, me qëllim që ta kapnin dragojin në vend të tij. Por ata, sapo morën parat, u zhdukën. Princi i fundit ishte shumë i pasur dhe kishte shumë pyje, pallate dhe shërbëtor. Ai i mblodhi të gjithë dhe ju tha që ishte në kërkim të një guacke dallëndysheje. Por shërbëtorët nuk arritin që të gjenin një të tillë. Një ditë, ndërsa ecte i zemëruar në pyll, i zun syt një gjë që shkëlqente në një foles sipër degëve. Princi u gëzua shumë, sepse mendoi që e gjeti më në fund guackën. Por kur u ngjit për ta parë, vuri re që ajo ishte thjesht një vezë. Ndërkohë, Dritëza jon jetonte e lumtur me prindrit e saj. Një mbrëmje, ndërsa po shikonte hënën, ajo u ndjej e trishtuar. Dritëza e shtëpisë, pse je kështu sonte? E pyetën të shqetësuar prindrit. Na e thuaj që të dim edhe ne si të të ndihmojmë. Nuk mund të më ndihmoni. Unë po qaj, sepse së shpejti do të largohem nga ju. Çfarë thua kështu, bia jon? Than prindrit e tronditur. Mami, babi, unë kam lindur nga hëna dhe jam mbretëresha e zanave që jetojnë atje lart. Ato po më presin. Koha që kisha në dispozicion për të jetuar në tokë është duke mbaruar dhe në fund të gushtit më duhet t'ju braktis. Plaku dhe plaka u mërzitën shumë dhe filluan të qanin. Kur erdhi fundi i gushtit, ata u mbyllën në dhomën e tyre. Atë natë, hëna lëshoi një rrezë drite, pikërisht drejt shtëpisë së tyre. Mbi këtë rrezë drite, rente një karrocë e vogël prej argjenti, të cilën e tërhiqnin disa kuaj të shndritshëm. Brenda karrocës gjendeshin 2 zana. Kur mbërritën përpara shtëpisë, ato i ran derës dhe Dritëza doli e vetme për t'i pritur. Madhëria juaj, mbretëresha jon, hipni ju lutem, kemi ardhur që t'ju marrim. Detyra po ju thëret, foli njëra prej zanave. Dritëza bëri një hap para, por prindrit e saj po përpiqeshin që ta ndalonin. Dritës, të lutem mos ik, ose na merr edhe neve me vete. Ne nuk mund të jetojmë dot pa ty. Një ditë do të vini edhe ju përgjigj Dritëza duke qarë. Por jo tani. Do të vi vetë që t'ju marr. Unë do t'ju lu fustanin tim, që sa herë ta shihni, ta dini që shpirti im është tek ju. Dritëza hipi në karrocë dhe eci përmes rrezës së dritës derisa mbërriti tek hëna. Betëm përsëri vetëm. Ishim prindrit më të lumtur në botë. Than 2 bashkëshortët me njëri tjetrin dhe u kapën për dorë duke mbajtur në duar fustanin e Dritëzës të qëndisur me lule dhe dallëndyshe. Kur ran për të fjetur, një puthje e ëmbël qëndroi mbi sytë e tyre të përmalluar, dhe ata e kuptuan që ishte Dritëza e tyre. Që nga ajo natë, ata e dinin që pavarësisht se Dritëza nuk ishte me ta fizikisht, ajo ishte në jetën e tyre në shumë forma të ndryshme, për t'i treguar gjithë dashurinë dhe mirënjohjen e saj. Libri u mbyll, është ora për gjumë. Ti sot fli, e unë nesër do të kthehem përsëri. Natën e mirë.